إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد vazhdojmë jemi duke fol për shtyllën e pestë të imanit, besimin në ditën e gjykimit, në jetën e ahiret. Edhe kemi ardhur te pika, i tregum dobit, cilat janë dobit besimit në ditën e gjykimit. Edhe kemi thonë se argumentet janë se do të ndodhë pastaj dobit, i cekëm ato 3 pika, pastaj argumentet të cilat nuk lën asnjë hapësirë për kontestim se është jeta në ahiret, do të ndodhë ringjallja pa kurfar dyshimi. I cekëm ato pika të argumenteve shqisore, kështu reale, çka kanë pa njerëzit, i tregum ato rastet, 5 raste vetëm në te sura Al-Bakare. Që njerëzit me sy vet kanë pa ringjalljen. S'ki qyshe më hën këto. Në mas pari, e patëm edhe pikën e tretë, besimin në librat Allahut, që janë të vërteta, pa kur far dyshimi. Tash Kurani po na tregon se person ose një grup njerëzish kanë pa se si po ndodh ringjallja para syve tyne. Si qyshe mohon këto, nuk kontestohet kjo. Edhe tham kjo ishte argumenti shqisor, realiteti. Argumenti i dytë është logjik. Ky argumenti logjik i ka 2 pika. Pika e parë është se Allah subhanu wa taala është formues, krijues i qiellit dhe i tokës, edhe çka ka në qiell e në tokë e mes tyne. Edhe i ka kriju pa qenë hiç. Pra ka fillimi është krijimi i Allah subhanu wa taala. Ai i cili ka aftësi, e zotësi, kudret, me kriju prej hiqit, as ma par ka aftësi zotësi me kriju për herë dytë. Rekrijimi, ringjallja. Allah thot në Kur'an, huwa alladhi yabda'u al-khalq. Të lexoj krejt prej fillimi. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آية 27 سورة الروم. Po thot Allah, ai për veten e vet, po flet në veten e tretë. Ai është i cili ka fillu krijimin, pastaj e përsërit. E kjo është e lehtë për këto, ma e lehtë. Ma e lehtë. Ulehu al-mathalu al-a'la fi samawati al-ard. Shembull më i lartë atij takon qielli edhe në tokë. El-Aziz el-Hakim. Ai është fuqiploti, më i fuqishmi, i pa ngadhnyeshmi, i urti. Pastaj argumenti tjetër kanë ardhë, ka disa mendime të cili ka qenë ai, një mendim është Wail, një prej mushrikëve, së me rëndësi, e ka pa një ashtë, pëdim devja, ka dimenzione ma të mëdhaja. Ashtë i komës është pak ma i madhë, kryesor një ashtë pak ma të madhë, e ka marrë, dhe është afru të pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe ka pyet, a kjo ringjallë ta kush e ringjallë këto? Qyre ashtë.
Që shka mundësi kjo më rinjallë, mendja ati. O darab elena methelen, sure Yasin është. O darab elena methelen më nësi e khalqa. Po në bjen njëve shembull, pra ashtin, e po e haron krijimin e vetë. Allahu Ekber. Qal men yuhyi al-idham wa hiya ramim. Kush e rinjall ashtin, tash është, po do të bëhet pluhun. Qul thuj yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim. Thuj do të rinjall ai i cili e ka ndërtu, e ka kriju për herë të parë. Ai për çdo krijesë është shumë i ditur. Për çdo krijesë. Sa ka krijesë, Allahu Ekber. Për çdo krijesë, nin nga ne. Vetëm thneglat, bubret, insektet mi marë, sa dalin. Peshqit mi marë, sa dalin, sa miliardat. A triliona, Allahu alem. Atë shumë ka. Për çdo njenin, në detoj mat imta edim për çdo krijesë. Ndërsa Buhariu transmeton nga Ebu Hurejra, thot pejgamberi sa ka thonë, kale Allah ka thonë. Pra çka është kjo? Ky hadith është kutsi. Allah Ta'ala, kale Allah Ta'ala, kadhabani ibnu Adem wa lam yakun lahu dhalik. Më ka përgënjeshtru i biri Ademit. Ati nuk i takon kjo. O shetemeni, wa lam yakun lahu dhalik. Ndërsa edhe po më shon, po më ofendon, e nuk i takon atina. Nuk ka drejt, as me më shajt, as me më ofendu. Pa emma të këdhibuhu, sa i përket përgënjeshtrimit, për ijaje, për mbi mu, dhe kaulu është fjale ati, leni ujdeni kema bedeni, nuk mundet me më këthy ashtu qysh më ka kriju. Ulejse awwalu l-khalqi, qëfar argumenti, ulejse awwalu l-khalqi bi ahwana aleje min iadetihi. Krijimi i parë nuk ka qenë ma i letë se për herë dytë, se kthimi i tij. Për kundrazi, çfarë fjale po përdor tash këtu, krijimi i parë s'ka qenë ma i lehtë. Për kundrazi s'ka qenë ma i vështirë. Po flet me për Allah nuk ka vështirësi. Po flet me logjikë të njeriut. Ai prototipi, ai shabloni i parë, ato thot, e tash ja mora dorën, zore po atë parën me bo, tash seri po shkon. Me këtë logjik po flet Allah. Që s'po mendon ti ai ka pru ashtin. Leti ashtin. Ashtë. Që s'ka më rinjoll ashti. Po ti kujtoje, unë se halka, e ka haru krijimin e vet. Kur kon si e kon, kur gjo si e kon. Çudi për çudi o ti njeri për herë të parë që shu krijova. Kjo është ignorancë, kulminacioni i ignorancës. Gjithë kom thonë, është përgjigja ose të te, ose kritë rreth teje. Kush lun sha mund ndodh, po nuk e shes murt me posë, nuk është mjeshtër. 2-3 hipoteza ma t'i jep. Kritë nga të është, ama nuk e sheh. Dhe kjo shumë letë e ka përgjigjen. Nuk e vrem përgjigjen. S'ka nevojë ajete hadithe. Veç qëre veten, veç me të shku mendja. Par 100 vjet dhe ku kam qenë? Për rinjallë, ke qenë. Kur thot u rinjalla, a e kon dikur? Po jo më kon dikur. Kom jetu disa vjet, disa dekada. Ma për herë të parë, ku je kon? Kur kon se më kon. E qysh u bone? I rrudh kratë. Ma si shkon kështu mendje. O emma shetmu, saj përket sharjes, i ja për mu që më shanë, dhe kavlu fjalleti i të khadallahu waleda. Allah ka marë fmi. Allah ka fmi. O ene l-ehadu samed, lem elid, wa lem uled, wa lem jekun li kufuvan ehad. Ndërko, unë jam i vetmi. El-ehad, nja, es samed, i vetë mjaftueshmi.
Nuk ka nevojë për askënd për asgjë. Arabët e jahilietit që burimi i tretë i gjuhës arabe është poezia e arabëve të jahilietit para islam. Në stil shumë të lartë e kanë folë gjuhën arabe. Të pashkolluar ama për gjuhë kanë qenë, zotë kena të sekë edhe kur e patëm pikën e tretë të besimi pejgambert, vërtet i katërt, shtylla e katërt e imanit, Allahu kohë pas kohe i ka përforcu pejgambert e vetë me mujize, vepra mbi natyrore, për me qenë sa ma i bindshëm karshi popullit të tij. Qëre, a përshë këtë vepër çka bona, Allah e boni këto. Allah po i thënë ligjet e veta fizike. Devën prej gurit salihu, edhe po ecë, po han po pin. Kush e bon këto? Zjarës, po mundën më afru zjarit. E kanë katapultu Ibrahimin. Shumë po trok nxetit, s'po mund të më afru. Qatë zjarë i madh. Këtina, ja naru kuni berdem o selama. I fladitshëm, edhe shpëtimtar. Çka i thu? A i s'po mund të më afru, ky midis zjarit i fladitshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas shumë mujize, me qindra. E po, edhe tham, kjo me rëndësi me ditë, çdo pejgamber e ka pas mujize në atë fushë, cilën kanë qenë më të avancuar i popull. A një gdhendet fort ju, saliu, po, edhe këtu ju mujune. A të bëni ju devën. E gdhente. Ama a ecë, a han, a pin, a bot për një me deve. S'mune ju me bo këto. E anë të fort magji, Musa alisëm, për që ju muj magji. Kjo a jamja, i ka gëlltit gjarpënja ma të gjapnit vegjel t'ju. Kanë metë, shtangë. Në mjekësi, i ka mujt Isa alisëm mjekësi, të fort, unë ju muj këto. Në poezi, në gjuhë, e anë të fort, po e që dhe këtu ju muj unë. Muhammed s.a.s. Qëre qëfar stili i lartë. E samet, qëfar, tek kjo emër, e samet. Emri Allahut. Për çka ka sinet vlera, shpërblimit një treta Kuranit është Kul huwallahu. Për çka këtyne dy emra, vetëm Kul huwa, El Ahad e Samet. Në asnjë sure tjetër nuk ka. El Ahad edhe Samet. El Ahad një i vetmi. El Samet i vetmi aftueshmi. Edhe arabët kanë thënë një person, për këto e fillova krejt, këto me tregu për pejgamber, atë i kanë thonë Samet, kulminacione e Zotrilakut, Efendi, kur ka qenë ma ingritun dikush, Samet i kanë thonë atina. Pse, qaq është bo ingritun, qaq zotni i madh, e snaf, sa që nuk ka nevoj për askend, i pavarur. S'murt njeri me koni pavarur. Njeri ka nevoj për njës tjerë. Kë prej shejtanit që ka o përhap tash me të madhe, vetëmia. Shkojnë mbyllën, antarët e familjes në gusht, prind me fëmi, komunikojnë me zveti me mobil, prej thumë në thumë, para me ndo. Kjo. No comment. Faqja zezo kjo. One el ehadu samet, a i po thot se ko marrë fëmi, po më shanë mua njeri kur thot kështu. Unë jam një, edhe nuk kam nevoj për askend. Çdo kres ka nevoj për mu. Lem elit o lem ulet, nuk kam lind, askush s'ka lind prej meje. O lem jekun li kufuven ehad, askush nuk më përgjan. Askush edhe asgjë nuk është sikur une. Gjithkush ka nevoj për mu, une për asgjë nuk kam nevoj. Pra kjo e para kep ndërlidhet me temën, po më përgënjeshtron nuk mundëm me e ringjall, ndërsa krijimi i parë nuk ka qenë ma i lehtë, nuk po thot ma i vështirë, por nuk ka qenë ma i lehtaj. Pse po flet me logjikën tone, se a për Allahun dash herën e parë, dash herën e dytë, dash 100 tën.
Antum ashaddu halqa am as-samaa, a ma vështirë, logjika juve, a juve me u kriju atë qiellin? Çka kanë qiell? E njerëz për mund të merrin gjallë. Por shejtoni kështu i mashton njerëzit edhe i devijon që me pas sa ma shumë shoqëri në xhehenem, Allah na ruajt prej zjarrit të xhehenemit. E dyta, pra pika e dytë e argumentimit logjik, është se toka, edhe kjo është Allahu Ekber, kur është toka djerin, është terun, është tha, ka edhe qarjen tokë prej thatësisë. Edhe Allah e lëshon shiun edhe kur e sheh përmend ringjallët. Gjelbrohet. Gjelbrim, s'ka vdekur, krejt, është qa toka, është ndonjëherë sharon edhe koma, kur ka thatësi, pak zgjat thatësia, ma gjatë. Si të bjen shi përmenjer, se del, prej tokës del edhe gjelbrohet. Kështu thot Allah është edhe ringjalla e njerëzve. Min ajatihi enneke tera, prej shenjave të Allahu subhanahu wa taala, prej argumenteve të tij, është që jo me ta pak krejt prej fillimit të ajetit, jo me natfi sema ke tajil se gjil lil kutub, kur e mbështjell e palos Allahu qiejt sikur se fletat e librit që shpalosën. Shkrimi kur shkruan edhe e palos pastaj. Kema beda'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alejna inna kunna fa'ilin. Ashtu qysh kena fillu, e kena bo krijimin e parë, ashtu do ta përsërisim. Kjo është premtimi ynë. Edhe këto do të bëjmë. E bën Allah këto, pa kur far dyshimi. E tash kjo është ajeti për këto. Kjo ke pikës për, kjo pikës dytë. Ajeti 5, surë al-Hajj. Ja juhen nas, o ju njerëz, in kuntum fi rejbi min al-ba'th, nëse dyshoni për ringjallje. Fa inna khalaqnakum min turab, ju kena kriju prej dheut. Këtu ka dy kuptime, të dyjat janë sakta, duhet të dyjat me i cek, me i potencu, e para, Ademin e ka kriju prej dheut. Pastaj, që shtot Allah në sure Sejdë, ahsene kulle shay'in khalaqa. O bede khalqal insani min tin, thumme gja'al neslu min sulalet min ma'in mahin. Allah e përsos çdo krijim, çdo krijesë e përsos. E ka fillu krijimin e njeriut prej dheut, pastaj prej prikës ujit të ngjizur. Mirë po edhe dyta është se çdo njeri prej dheut. Pse nuk mundet me dal prej njeriut vetëm se prej asoj që ka merë. Shumë logjikshme. Nuk të mundet me dal diçka prej teje nëse s'ke marë. Duhet me hinë trup ton që me dal. Prej asoj, ato elemente cilat kanë hyrë në trup, prej atyre elementeve dhe del, ato elemente dalin. Forma ndryshon, po baza është e njëjtë. E çka hinë në trup të na? Pem, perime, mish. Pemt për i dheut, bota bimore, bota shtazore, po edhe ushqet me botën bimore. Kur të merë, krejt është prej dheut. Edhe ato 16 elementet cilat janë në tokë, ato 16 janë të trupi jonë. Si do që të jetë, nëse dyshon, o ju njerëz, nëse dyshoni në ringjallje, na ju kena kriju prej dheut, pastaj, thume me nutfe, pastaj një pik ujë ngjizur, thume min alaka, pastaj gjak i ngjizur, i trash, thume me mudga, pastaj një zhong, cop mishi për typur, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaka, i krijuam edhe jo i krijuam, çka nuk kupton, mundohet ndonjëherë lind me tmeta, i plot dhe jo i plot. Pra ky, jo i plot.
linubeyyine lekum, për me u sqaru juve, me u bë të qartë juve. Wa nuqiru fil irham ma nasha ila ajli musamma. Edhe formojmë në botë, që me thonë si krijes finale, në mitra të shtatzonës, të nanës, ma nasha ajo që ka dojmë na, deri të afati caktum, ila ajli musamma, deri të afati caktum. Thumme nukhrijukum tifla, pastaj lind, pra afati caktum, kur dhe në momente, çka kena thonë, jeta e parë është në bark. E ka afatin e caktum. Kur përfundon kjo jeta e parë, vjen fundi i këtij afatit të parë, fillon jeta e dytë, fillon afati i dytë në këtë botë, edhe del prej barkut nanës. Edhe jetoni si fëmijë. Edhe li tablugu ashuddakum, për me arrit fuqinë në rini. Minkum men yutawaffa, dikush ndodh në këtë rini vdes, minkum men yuraddu ila ardhil al-umr, dikush edhe arrin pleqërinë, sa e hub ma tufosët. Likej la ya'lama min ba'di ilmin shay'a, që pas dijes mos me dit, ma tufosët. Për çka ka bo, e kem të dhikri mëngjesit e mbrëmjes, a'udhu bika min su'il kibar. Prej pleqërisë, prej matufosës, kërkojmë mbrojtjet e ty Allah. Mëngjes e mbrëmje. Wa tara al-arda atash. Edhe shet tokën hamideten, tokë e vdekur, tokë e thatë. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله أكبر. شاش بريش تيوش. وأنه يحيي الموتى وأنه على أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نجالت يابيت زوج بهيج بكوري çfarë ato lloj lulesh, lloj pemsh, ringjallët, vjen jeta, po krejt janë çift, zeuj janë çift. Dhe bimt janë çift. Ka mashkull femën. Allahu Ekber. Pra pas vdekjes, edhe kështu është Allahu kur e ringjall të vdekurin. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Dhe prej shenjave të Allahut është ti e sheh tokën, toka e vdekur, djerin, toka e thatë. فإذا أنزلنا عليها الماء, kur të lëshojmë shiun në tokë, ihtazat wa rabat, gufon, del bota bimore, gjelbrohet, vot gjelbrim, qysh del, s'po di qysh del, që përsheboj pyetjen të këta që kanë një fëmijë i vogël, hala nuk mund të ecë, jep një fije të barit, s'mund të ecë ama me grushta mund të shtrëngu gushtat, edhe e bën copa, fijen e barit. Tash me të thonë, këtë fije të barit, kthe në tokë, po qysh me këthy, nuk ka burgi, nuk e di është burgi as është, prej poshti ka dalë nalt, tash të kundërtën, prej naltit të qohë poshtë. So burgi, ama e ka qpu tokën. Nërë sipërfaqet dhe u të ka qenë, dul përmbi sipërfaqe. Qysh dul, hade dhe edhe në po të pës, unë e pedi qysh dul. A përshë? Ihtazat wa rabat. Ja pa Allah të fuqi, del përmi tokë, edhe e zbukuron, e lulon, e stolis. Knaqesh me pa gjelbrimin. Ngjyra gjelbërt është, sidomos bota bimore, ushqim për sy. Ajeti tjetër, e felem yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. A nuk e
shiqojnë, a nuk e analizojnë, a nuk meditojnë me këshyr qiellin përmbi kokë tyre, qysh e kena kriju, qysh e kena ndërtu, edhe kena zbukuru me çka ka ozene se me dunia bime sabiha, me trupa qiellor, ma leha min furuj, këshyr nuk ka plasariti, nuk ka qarje. Wal arda medednaha, tokën e kena shtri, wal ilqajna fiha revasje, edhe kena vendos male, bjeshk, se mos me kun malet, nuk është stabil toka, nuk është, malet e lidhin, edhe mbrojnë prej irnave. Wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij, edhe kena mbjedh bim prej çdo lloje, si zbukurim dhe si stoli, edhe qift, zawj. Tebsiret e më dhikra li kulli abdim munib, si argument i qartë, i logjikshëm, i kapshëm, edhe për kujtim për çdo rob i cili kthehet tek Allahu. Unazzelna min as-sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habba al-hasid والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Kështu do të jetë edhe dalja prej qysh del bota bimore prej dheut, prej barkut dheut, ashtu edhe njerëzit kanë me dalë prej barkut dheut, pra prej varezave. Qysh çuditësh për këto? Jo normal, po edhe kjo normal. Kjo nër tokë, kjo nër tokë. Edhe këto e dim se dy fryre janë, edhe pse ka disa alima, do të vjen kjo inshallah të mërkurave nderse për ahiret, jetën e ahiret. Israfili, ma sakto është 2 herë fryn. Hera e parë kur të fryn, shkatrohet gjithçka. Hera e dytë ringjallët. Por kur ringjallët, kur shkatrohet, pastaj bjen një shi i madh. A përshë si kur shi që qëfar simbolike Allah po në jep. Si kur të bim, pas shiut ringjallën, edhe njerëzit pas shiut kanë me dalë. Vetëm që e fara, kërbishtja. Zjarë edhe ma i madh nuk mundet krejt i shkatron, krejt i shkrin, vetëm unazën e fundit. Kërbishtja nuk mundet me shkatron. Kjo jetë. Që ditën e qysh. Allah ka thonë, ti s'ki mu djek, mjafton? Ti s'ki mu djek. Qëfar do temperature tjetë? Ti s'ki mu djek. Pse pre aty të ka me u ringjall njeriu. Dikush që dyshon, nuk beson për ringjallje, edhe thot shembull, ose jo ringjallja, dënimin e varr. Thatë, me qel vorin, çaj varr me çato dimensione, as nuk ngushtohet, as nuk zgjerohet. Zhadi thot, për besimtar Allah në bëhet prej atyre, zgjerohet, ndërsa për jo besimtar Allah na rujt, edhe i ka shti gishtat e vet, sikur thot kur hin mranën e tetës i ngushtohet. Ngushton se tash ka briti kem, edhe mbrana është barku një farë zbrastire. Atëherë vori kur ngushtohet nuk lën këtë zbrastir, e shtryth. Po thot ti me qel vorin, nuk është ngushtu, as për këto, as për ato nuk është zgjanu. Mos fani kështu. Mirë po, ky mendim është totalisht i pavend, edhe është gënjeshtër shumë e madhe, mashtrim i madh për ata cilët ashtu besojnë. Argumenti sheriatik është, kena cek edhe ma përpara, argumentet, ajete të cilat Allah, me cilat Allah na tregon, shembull, ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. Kur vjen agonia vdekjes, kena thonë, në atë moment i sheh ato 2 melase, cilat vinë. Hajde pështu veten, ose ju që jeni përreth, e kena pas këta jetë, ndihmoni. Po, këta prezent cilët janë,
nuk i shojnë këto dy melasje. Këto dy melasje presin melasjen e vdekjes, e cila melasje e merr shpirtin e u dorëzon këtyne dyjave. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Tash e keni këtë pra, në varr. Ajo është ringjallja, ka vdek. E ki dënimin për atë se çka keni folë për Allahun, jo të vërteta, jo غير الحق, jo hakun. وكنتم عن آياته تستكبرون. Edhe me mendimasi kalojshit prej ajeteve të Allahut, argumenteve të tij. Ose çka ju thot Firaunit dhe familjes tij, ata cilët e kanë shoqëru, naru yu'raduna alejha guduwan wa ashiya, edhe i ekspozuan zjarrit mëngjes e mbrëmje në varr. Wa yawmin taqumu sa'a, ditën e kiametit, edkhilun alen Firaun ashad al-adhab, ata do të përjetojnë dënim hala më të madh. Pra tash e kanë dënimin, atëherë do të ketë dënim hala më të madh. Pas ringjalljes. Pra ajet kuranor çka nuk lën hapësirë për asnjë dyshim se ka edhe dënim të vogël për shkak e patëm edhe hadithi që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kërkoni mbrojtje tek Allah prej fitnës së varrit, gjithsesi prej dënimit të varrit. Ndërsa një tjetër hadith e ka regjistru, transmetojnë edhe Buhariu edhe Muslimi. Buhariu në 6 libra në 6 vende e ka shënu këtë hadith. Thot Abdullah ibn Abbasi, merra Nebiu sallallahu alaihi wasallam bi haitin min hitani al-Medina. Au Mekë dyshan. Duke ecë pra me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një ditë, kalum pranë një kopshti bashkë, Medinë ose Mekë ju ka përzi. Edhe pse është më vërtet Medinë, se transmitera thot Medinë. Fesemi saute insanejni wa dhebani. Dhe ndëgjoj një zë, pra ka kalu pranë dy varezave, ndëgjoj zë të njeriut të cilët po dënohen në varr. Fi kuburihima. Ve qali Nebi sallallahu alaihi wasallam, po thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, yu'adhibani wa man yu'adhibani fi kabirin, po dënohen po jo për mëkat të madh. Pastaj me njëherë, thumë me kalë, pastaj, tash sekonda, gjysë minutë, Allahu alem. Bela, për kundrazi. Po thot, po dënon, por jo për mëkat të madh. Pastaj çka po thot? Bela, për kundrazi. Çka i bjen? E kundërta të voglës, dënimi i madh, mëkat i madh. Te koka mëkat i madh pra. Kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. So e përket të parit, njëri prej këtyre nuk është kujdes nga stërpikat e urinës, kur ka urinu. Kur urinon kom, qare nuk ka pas stërpik. Qare nuk ka. Vetëm Allahume, vetëm nëse është borë. Ose zalli krejt i im. Për ndryshe, pa tjetër ka më stërpik. Nuk ka namaz, se pri kushteve të namazit është teshat mi pas pastërta. Jo nuk stërpikna. Hiçi krejt pantollat, e shem aseni se kështu me kur je me tesha, nuk e vren. A kur je la kur i qënkom, e shet qysh vjen urina. E tash kjo tesha, a në të pastërta të pa pastërta. Pa pastërta. Faret me ato, kusht është me qenë teshat pastërta, si ka të pastërta, s'ka namaz. Ky mendon që kon fal, në atë se ka fal. Po plus, edhe me pas namaz. Edhe me pas namaz. Vetëm se stërpik. I ka ndru teshat që shembull. Me teshat pastër të ka fal namaz. Vetëm që ka qenë i pa kujdesshëm, ka me humbur stupsat në varr. E ka ndëgju pejgamberi. Sahabet me ato spenin, pejgamberi po i ndëgjon. Kom cek shumë herë, Aisha e ka thonë inne ketera malem nera. Me të vërtet të shenë, s'ka në nuk shohem, po thot Aisha, kur Gjibrili, më në spesho, ti thu gjithë ditën Gjibrili, po besoj këtu është, më në spesho, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam peshe, edhe këtu, a i kanë dëgju britmat, piskamën aty në dyve, dënim të madh po anë, në varr, hala në varr. Ndërsa i dyti,
wa kana al-akharu yamshi bin-namima. I dyti barte fjalë. Namime. Kjo është hala marrën se gibeti. Namime me bëjt fjalë, filoni tha për ty kështu, filoni tha për edhe me qenë vërtet për me i pajtu dy vet lejohet me rajt. Hiç pa thon, alla jam pendu se ai filoni burri mirë është. Hiç pa thon ky thot, vallahi ai mendim të mirë i kish ra pishmoni, shumë mirë folke për ty. Pa fol. Po kë plus edhe do tash me shti fitne, hiç pa thon ky thot ku send kese pa fol për ty, zjetër për ty ka fol. Hiç pa fol. Edhe me fol ti s'bën me shku mi kallzu. Po pa fol mirë ti shkon thu ka fol mirë. Nëse flet keq nuk shkon. Po ka rasti hiç pa fol keq, ky tash hala marrën kjo. Kërfusi fundi pusit o kjo. Po nuk mendon se në ahiret tjetër ajo hala prit në varr ka mi hungur stupsat. Edhe ka lyp pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thumma da'a bi jaridatin fa kassaraha kisratayn wa wada ala kulli qabrin minhuma kisratan. Ka lyp në shtog të njom i ka thy ndysh edhe në çdo varr i ka ngul kanja. E kam pyet ja Rasulullah, lima fa'alta hadha? Pse bune këto? Ka thonë la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam taybasa. Ka shpresë që ju lehtësohet dënimi atyre derisa të thahen. Këto dy shkopin të njum, të lakt. Derisa të thahen, derisa më pra të lakt, me ju lehtësu atyne dënimi. Tash a bon me miell diçka me ngulna, nuk bën. Kjo ka qenë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, se kjo është para gjykim. Ti nuk e din apo shpërblehet apo dënohet. Kjo vetëm për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. As Ebu Bekri nuk e din se ka ditë. E lejmona, kjo shkon me shpallje. Pra nuk bën me miell, asgjë nuk bën mi varr me qit. Ndërsa argumenti shqisor është shembull njeriu kur është në gjumë ankth do një ëndër të keqem i ngushtohet ati me këshyr kështu a jetë vetëm a jetin se qka është tu e përjetu. Kur e këshyr shtrati, nuk ngushtohet shtrati, ose dikush ku do kopshte e pash, gjel brim, gjën e gat, për shtrati nuk zgjonohet. Ti peshe, a i pe përjeton. Pse edhe kjo mos mundohet? Këto s'ka kush e mohon, se është në gjumë, që kanë thonë të na, në ples, gjumë është gjysa vdekjes. Ne kom tregu ma mëfti njëherë, është ajeti 42 sure Zumar. Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah jo merr shpirtat e bën të vdekur njerëzit kur vdesin, edhe pa vdek po janë në gjumë. Fa yumsiku allati qada alayha al-maut, e man shpirtin, pra shpirti ka dalë. I gjallë është, por në gjumë shpirti ka dalë. E man shpirtin nuk ja kthen, ati cili tu ka caktu vdekja në gjumë. U yursilu l-ukhra, tjerve ja u kthen shpirtat. Deri kur ila ejeli musema, deri të afati caktu. Edhe ka me vdek. Ine fi dhalike le ajatin e qaumi yatafakkarun. Në këto ka argument për ata cilët mendojnë, cilët logjikojnë. Kom tregu rastin, 1985, ka qenë kryetari i shoqatës psikologëve të Britanisë edhe dekani fakultetit në Londër. Ka qenë shkencëtaraj, jo vetëm profesor doktor, po shkencëtar, hulumtim për shpirtin. Edhe i ka pagu disa vet, jo keni marrë dhe ka
në laborator së mundët më shtia ata sa vetë, 10 veta sa kanë qenë. Po, një hapësirë, mu akomodu ata dhe për me fjetë. Jo vetëm keni me flajt. Ky tash me përcjell, gjatë gjumit. Në ato dit i vjen thirr ftesa edhe panelist, kongres në Kairo, Kurani dhe mjekësia. Titulli. Po Allah ka desht, ai Niko Qiri, në mikpritje, po e citon këtë ajet. Edhe ai profesor doktor, Egjiptas, po e citon këtë ajet. Kjo mahnit. Çka në këto fjallë? Se njeriut po i del se ka ditë kjo, po i del shpirti kur është në gjumë. Këto fjallën të Allah, qysh Allah, në Kuran. Se ka i din çka është Kurani. Ja kanë thonë një përkthim në anglisht të kuptimeve të ajeteve të Kuranit. Edhe ky mener ka shu sallën e kongresit, edhe ka shku në dhomë në hotel, edhe 2-3 ditë kom haru moti, e kom lexu, tu e lexu, tu e meditu, tu e mendu, tu e analizu këtë ajet. Dhe fund, ka dalë, thot, nuk kom durim, mener e ka kërku fjallën, edhe fjalla pare ti, Eshhedu en la ilaha illallah, wa eshhedu anna Muhammeden abdu rasul. U bo musliman. S'ka mundësi para 1400 vjetëve, do një njeri me pas këto dhana, këto informata, për shpirtin, nuk ka mundësi, absolutisht. Këto vetëm Allahu, Zoti kriju si ju në din. Edhe është bo musliman. Pra, gjumi është gjysa e vdekjes, kanë thonë. Edhe kështu, sash ai që ka përjeton aty, vetëm ai e din. Argumenti logjik është prap e ka lidhur Themin rahimahullah me njeriu në gjumë i cili sheh ëndër edhe ëndra e vërtet. Shembull mund ndodhet sheh Muhamedit alayhis salam. Se ka thonë ai i cili më sheh në ëndër për në mem ka pasur, nuk mundet për tjertë, nuk mundesh me thonë kom pa filan, mund ndodh shejtani ka ardhur pamjet të tij. Me përjashtim pejgamberit alayhis salam kur të sheh për me ki pa. Për shkak pyetje apo kur thot dikush e kom pa pejgamberin alayhis salam ëndër për shkruaje. Sham nëse thot pa mjekër, s'është ranosh kjo. Pa të koni profesor njeni, pa të thonë, Allah e moshiroft i Sudanit, edhe ke prej ardhe Afrikës, po prej Belgjike, me kravat. Ëndër pejgamberin alayhis salam, njeni tha. Edhe duhesh me pyeta profesore, tha pyetja e parë për shkruaje. Sham nëse thot, ja qitë këti, nëse thot me kravat e posh, në tje qësort, do këme bu bëjat kravatën atina. Mirë po, nënë të tërë kjo është nëndër, aty në shtrat është. Po do të kom po pejgamberin alayhis salam. Mundohet edhe ka fol, ose me të tërë kënd. Andat vërteta çka jo. Kur ndodh në këtë dynja, pse mos më ndodh në ahiret? Se çka kena thonë? Është ahireti individual edhe ahireti kolektiv. Ahireti individual për çdo person fillon në atë moment kur vdes njeriu. Për ato filloi ahireti. A për mbar njerëzimin s'ka fillu. Kur fillon, kur shkatrohet gjithçka, kiameti kur bëhet. Pra ky veçinë në ahiret. Kur në dynja po ndodh kjo. Kështu, në pamjet parë, ti po sheh kjo është në shtrat, duke fjet, në realitet ai po takohet me dikon. E qysh, a ditë ka zonë qysh? Unë e di qysh. Fuqia Allahut. Do janë pak me mendu këto, subhanallah që kom thonë, këto gjana abstrakte. Dhomit dhem, ki dhimbje. Kryt dhem, dhimbja, ma tjetër. Ato tjetër njonsa, tjetër janë, tjetër dhimbje është dhomit, tjetër e synit, tjetër e veshit, tjetër e kryt, tjetër eshtrat, tjetër dora, dhomi, e kështu me e thash po. Krejt janë dhimbje po ndrysh. Gëzimi, gëzohesh për diçka, ke hi në shpi, gëzim, tjetër o gëzim. Gëzohesh e ke dhonë provimin, tjetër gëzim është. Krejton gëzime. Po, qysh i ka bu Allah kështu me dalu
njansa, Allahu Ekber, shumë interesant është kjo. Që çfarë fuq, nuk është diçka e kapshme, materiale, të në gjëna abstrakte, por jo në reale. A mund dikush me mohu gëzimin e dikujna, ose pikëllimin? Në dy rastet mund ndodh kanë, apo shet subhanallahu, dy rastet kanë. Njëri kanë për gëzimin, tjetri për pikëllimit. Kjo tjetër lloj çajturit, kjo tjetër lloj. Të dytë po kanë. Allahu Ekber. Po s'ka mua gjana që shumë të qarta janë, shumë evidente janë, shumë të kapshme janë. Mirë po, kur dikush devion i pari, a i fillon Felemma zagu e zagu Allah kulubehum. Kur devion ata, Allah ju largoj zemrat halo ma shumë. Sa i përket, thot Uthejmin, mendimit të tyre, bindjes të tyre, se me hap vorin, e gjen vorin ashtu që është me ato dimenzione, as nuk zgjerohet për të njerin, as nuk ngushtohet për tjetrin, atëherë, thot, janë disa përgjigje për këta. Përgjigje e parë, nuk lejohet me kundërshtu ajetet edhe hadithet, edhe me përhap huti tek njerëzit. Se ajo që ka ardhur prej Allahut është mase e vërtet. E kuptove se kuptove ti. Pa tjetër duhet me besu. E dyta thot, jeta në berzakh janë prej çështjeve të gajbit, gajbiate, pa dukshme. Edhe të cilat nuk mundet me i kap shqisa njeriut. Për kërshkat janë gajb pa dukshme janë, të fsheta, bota e fshetësisë, bota e gajbit. Po ti kishte thot Uthejmini, po ti kishte kap shqisa njeriut, atër ku është dobia për i besimit në gajb? Vetia parë njëru që ka përshkru në Allahu? Cilë është vetia parë? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Men Surah Al-Baqara, men herë. Alif Lam Mim, dhalika al-kitab la rayba fihi hudal lil muttaqin. Ky është libër, ai është libri vërtësi të cilit nuk ka kur fardyshimi, se është libër fjale Allahut, udhërëfys për të devotshmit. E kush janë të devotshmit? Po fillon me përshkru. Ata të cilët alladhina yu'minuna bil ghaib, e para. Jo cilët falun, po cilët besojnë në gajb. Kjo është e para. Tek pastaj vjen në cilët falën japin zeqat. Allahu Ekber. E tash nëse ti e sheh ku po et efekti i besimit në gajb. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata që besojnë në të msheftën pa dukshme. Kjo është vetia parë me cilën e përshkruan Allahu të devotshmit në Kur'an. E treta, dënimi ose shpërblimi, gjithsesi zgjerimi ose ngushtimi i varrit, këto e përjeton i vdekuri, jo të tjerët. Ashtu sikurse ëndrën të cilën mundodh janë 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, njeni flan, është në gjumë, edhe ai kënaqet tu e pa diçka të mirë, ama ata cilët janë përreth tij nuk e shohin. Ai thotë tu e kom pa kështu, shumë qartë e kom pa se ëndrën si me kom për një me. Edhe krejt i besojnë. Kështu edhe i vdekuri e përjeton qoftë na boft Allah prej tyne, zgjerimin e varrit, e jo prej atyre, qoftë edhe kundërta në ngushtimin e varrit. E katërta, kapja, përjetimet e krijesave i ka dallu Allahu, diçka ka mundsu krijesave, një lloj të krijesave, e diçka si ka mundsu krijesave tjera. Ose disa krijesa bojnë diçka, veprojnë diçka, po
Krijesa tjera e këshyrin, i vështrojnë edhe nuk e kuptojnë, nuk e nin. Shembull, Allah thot sura Al-Isra: "Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Allahu Akbar. Pa ndërprer. Bojnë tasbih, thonë subhanallah, qiet edhe toka, edhe çka kanë te banorët e tokës, qive, po se po, me laset, po dhe tokës, bota bimore, bota shtazore, thonë subhanallah. Wa im min shay'in, nuk ka diçka, ndonjë kresi nuk i bën tasbih Allahun. Edhe falendon bihamdihi, yusabbihu bihamdihi. Subhanallah, alhamdulillah, te dyjat. Walakin mirë po, la tafqahuna tasbihahum, ju nuk e kuptoni tasbihin e tyre. Ajo po ndodh, ti e këshyr, me në çfarëdo kamere dush. Nuk e kap. Po ajo po ndodh. Edhe kjo, të remi var, edhe këshyre, edhe qitë kamera, as nuk ngushtohet, as nuk zgjerohet për ty. Ma për ato po. Njena pa tjetër ndodh. Ose zgjerohet, e lusë Allah me qenë prej tyre, ose i ngushtohet, e lusë Allah me nëmrohet prej dënimit të varit. Mirë po këtu, kush tham, kështu shejtant lëvizin në për tokë, me shpejtësi të atashme edhe fusin konfuzion mjegullira tek njerëzit. Kështu ka ndodhur edhe kur kanë ardhur një grup e kena se këtë ajet sure Al-Jin fillimi, e kanë dëgju. Dhe në këtë moment Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka ditë për botën e gjinëve. Aty kanë qenë, kanë dëgju se ka ditë. Allah Petër, "Kul uhiye ileje", thuj mu po më shpallët. Ennehu stama'a neferu min al-jin, istama'a. Nuk ka semia. Ndëgjim për këtë shprehje kemi elhamdulillah dhe mundësi shqip me përkthy. Ndëgjim me ndëgjua tjetër, me nio tjetër. Vetëm nin. Me ndëgju me vëmendje ndëgjon. Istama'a, kanë dëgju me vëmendje. Neferu një grup prej gjinëve. Me qalu inna sami'na Kur'anin ajaba. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ka ide, e mos anej i ka pa dhe shejtanti i ka pa. E thot Allahu, ja bini Adem, o i biri Ademit, la jeftinennekum shejtanu kema akhrija ebevejkum min el gjenne, jenziu anuhuma libasehuma, ljurehuma sevatihima. O biri Ademit, o ti njeri, mos bini fitnën shejtanit ashtu qysh i kanë nxjerrë prind e juj, Ademin Havën, prej gjenetit edhe janë desh që të duken, të shihen pjesë e turpshme të tyre. Innehu yarakum, aj ju sheh juve, huwa wa qabilu min haythu la tarawnahum, aj edhe partia e tij shejtant ju shohin, ju nuk mundi me i pa. Inna ja'alna shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Na shejtant e kena bo miq, shok të atyre cilët nuk besojnë. Wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi bina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin edhe ju.